Rreshtet e fundit të borës kanë sjellë edhe disa probleme në rrugët në malësinë e Tetovës, pasi sipas banorëve rrugët nuk janë të pastruara siç duhet dhe shumë vështirë janë të kalueshme. Edhe në rrugët tjera ka vështirësi gjatë qarkullimit si pasojë e rreshjeve të borës gjatë natës së kaluar, ndërsa nuk është raportuar për bllokadë të tërësishme, por vetëm rrugë vështirë të kalueshme. Më kritikë është në përfshatra dhe vendbanime rurale ku rrugët vështirë kalohen, ndërsa rrugët rajonale dhe autostradat janë të kalueshme në kushte dimrore. Në ndërkohë, ndalesa për qarkullim të kamionëve në qafën malore të Strazhës është hequr sot në orën 10. Paraprakisht u hoq ndalesa për qarkullim të kamionëve në aksin rrugor Kërçov-Ohër. Ndalesë për qarkullim për automjete të rënda transportuese ka në qafën malore Strazh, Presek, Gjavat, Pletvar dhe Mavrov, si dhe në aksin rrugor Vallandov-Dojran. Nga ora 8 të mëngjesit, rruga magjistrale Shkup kalimi kufitar Blace Poshtmë është mbyllur për qarkullim të automjeteve të rënda të transportit.